Esharint. Një grup njerëzish të mirë dhe bujar emigruan drejt Medinës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata njiheshin për adhurimin e shumt dhe shtëpitë e tyre dalloheshin edhe natën, për shkak se gumzhinin nga leximi i Kuranit famëlart. Ata ishin njerëz bujar dhe krenar. Kur u paksohej ushqimi i fëmijëve, e grumbullonin të gjithë ushqimin që kishin, dhe më pas e ndanin mes tyre në mënyrë të barabartë. Me gjithë varfërinë dhe mundësitë e pakta ishin durimtar. Kur erdhi koha e betejës së Tebukut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpalli mobilizimin e gjithë njerëzve që kishin mundësi, Esharint shkuan tek ai bashkë me dëshirën për të marrë pjesë në luftë dhe për të fituar gradën e dëshmorit. Ata i kërkuan që t'i merrte si ushtar dhe t'i pajiste me gjërat e nevojshme për luftë, pasi për shkak të varfërisë nuk kishin asnjë kafsh për ta përdorur në këtë udhtim të gjatë. Erdhi e tyre tek pejgamberi dhe kërkesa që i bën atij rastisin në një moment që ai ishte i zemëruar, ndoshta për shkak të angazhimit dhe interesimit të madh që kërkonte përgatitja e kësaj ushtrie, që ishte më e madhe që kishte përgatitur ndonjëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai u dha atyre një përgjigje për të zemëruari. Pasha Allahun, nuk ju pajis me asgjë. Ata u larguan nga ai me mërzi të madhe në zemra, nga frika se mos ndoshta i dërguari i Allahut kishte brenda vetes ndonjë gjë ndaj tyre. Ndërsa po ndiheshin kështu, Bilal ibn Rebahu po i thërriste dhe po i ftonte të shkonin tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur u kthyen tek ai, pan 5 deve të mëdha, të shëndetshme dhe të bukura, të cilat u afroi dhe u tha: I dërguari i Allahut ju pajis me këto deve, përdorini për transportin tuaj. Ata i morën dhe u larguan. Por pas pak u kthyen, duke parë njëri tjetrin dhe thanë: Ne harruam t'i kujtojmë të dërguarit Allahut betimin që bëri. Betohemi se nuk kemi për të pasur mbarsi në këto deve dhe nuk kemi për të pasur sukses nëse nuk kthehemi dhe t'ia kujtojmë betimin që kishte bërë më parë. U kthyen tek i dërguari i Allahut dhe i thanë: O i dërguari i Allahut, ti u betove se nuk do të na pajisje me asgjë, por ti na pajise dhe menduam se ti e harrove betimin e bërë. Në këtë moment pejgamberi, që më pari kishte pritur i zemëruar, u kthye nga ata me butësinë dhe buzëqeshjen e tij të zakonshme dhe u tha: Nuk jam unë ai që ju pajisi, por është Allahu ai që ju pajisi. Betohem në Allahun se unë, në dashtë Allahu, sa herë që bëj një betim, por pastaj shoh diçka më të mirë se ajo për të cilën u betova, e bëj atë që është më e mirë, dhe më pas e shlyej betimin tim. Pas kësaj, zemrat e tyre u qetësuan dhe u kthyen duke u ndier të sigurt dhe të gëzuar. Le të shohim disa nga mësimet që përfitojmë nga kjo histori. 1. Zemërimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë situatë tregon edhe natyrën e tij njerëzore, që konfirmon edhe fjalën e Allahut madhërisëm ku thotë: Thuaj, i përlëvduar qoftë Zoti im. Unë nuk jam tjetër, vetëse njeri i dërguar. Ati i ka ndodhur edhe ndonjë shpërthim zemrimi, dhe me këtë rast në ka mësuar se si duhet të veprojmë në rastet e zemrimit. Po ashtu i ka ndodhur edhe ndonjë harres, dhe me këtë rast në ka mësuar se si duhet të veprojmë kur harrojmë. Në këtë mënyrë, njerëzit do ta mësojnë dhe urtësinë e madhe të Allahut të madhërisëm, që ka dërguar për njerëzit një profet njeri, me instikte, ndjenja dhe reagime emocionale të njëjta si ata, për të përcjellë mesazhin e tij dhe për të shërbyer si model për ta. 2. Zemrimi i pejgamberit në këtë situatë është një rast jo i zakonshëm, që nxjerr në pa madhështinë e rregullit të përgjithshëm të gjendjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte shumë i vetëpërmbajtur kur zemrohej. Nga kjo situatë e jashtëzakonshme, bëhet e qartë se falja e pejgamberit dhe tolerimi i tij në situata zemrimi nuk ishin për shkak të natyrës së tij angjëllore, që nuk e pranon këtë reagim emocional, që edhe nëse provokohet nuk zemrohet, por sepse ai zemrohej njësoj si gjithë njerëzit e tjerë. Megjithatë ai e përmbante veten, e kontrollonte zemrimin, falte dhe sillej me mirësi. Madhështia e tij morale e bënte atë të aftë të kontrollonte reagimet e tij emocionale në shumicën ndërmuese të rasteve. 3. Esharint nuk bëjnë ndonjë gjë që mund të ngjallte zemrim. Ata nuk kërkuan as pasuri dhe as mall për veten e tyre,
por kishin ardhur tek pejgamberi që t'i ofronin jetën dhe gjakun e tyre në shërbim të fesë së Allahut të Madhërisëm, dhe po i kërkonin t'u jepte pajisjet e duhura për të shkuar në luftë, ku derdhet gjaku dhe i jepet jeta. Si ka mundësi që pejgamberi që dallohej për durimin, butësinë dhe vetëpërmbajtjen me të tjerët, siç ishin beduinët arab që vinin dhe i kërkonin me ngulm t'u jepte mall dhe pasuri dhe ai u jepte, madje shumë. Megjithatë, kërkesat e tyre raskapitse i priste me moralin e tij të tolerancës së pakufishme, duke u thënë: nëse do të kisha bakti sa numri i këtyre pembe, do t'i shpërndaja me siush dhe nuk do të më gjenit, as koprac dhe as frikacak. Kjo ishte sjellja e pejgamberit me ata që i donte dhe e donin, i duronte dhe e duronin, i falte dhe e falnin. Ai u jepte të tjerëve pasuri dhe mall më shumë se atyre, jo sepse i donte më shumë të tjerët, por sepse të tjerët kishin më shumë nevojë se ata për t'i afruar dhe për t'u fituar zemrat, sepse sapo kishin hyrë në Islam dhe kishin qëndruar shumë pak pranë pejgamberit. Prandaj ai ka thënë: pasha Allahun, unë mund t'i jap një burri dhe mund t'a lënë ndonjë tjetër pa i dhënë. Megjithatë, ai që si kam dhënë gjë, është më i dashur për mua se ai që i kam dhënë, sepse unë u jap disave për shkak të ankthit dhe panikut që shoh në zemrat e tyre, kurse disa të tjerë i lë duke shpresuar tek pasuria dhe mirësia që Allahu i Madhërisëm ka vënë në zemrat e tyre. Ajo që pejgamberi u jepte atyre përfshinte pasurinë, moralin dhe marrëdhënie të ndërnjerëzore. Prandaj e lini veten tuaj në natyrën e saj. Jeni të kujdesshëm kur keni të bëni me ata që nuk ju justifikojnë. 4. Shkëlqimi i qëndrimit moral mahnitës i pejgamberit, i cili mori një qëndrim të deklaruar dhe të përforcuar me një betim se nuk do t'u jepte gjë atyre. Pasha Allahun, nuk ju jap gjë. Megjithatë, ai hoqi dorë nga i qëndrim shumë shpejt dhe në mënyrë spontane, dhe pa ndjer asgjë të keqe brenda vetes nga heqja dorë prej një qëndrimi të deklaruar dhe të përforcuar, dhe me një betim për të kaluar tek një zgjedhje dhe vendim tjetër më të mirë se i pari. Sa shumë poshtet vullneti ynë, kur në një moment marrim një pozicion emocional dhe më pas ky pozicion na pengon të kalojmë në pozicione më të mira, nga droja se mos llogaritemi si njerëz që bëjmë pas ose të riqemi. Madje kjo ndodh edhe mes një babai me fëmijët e tij, mes një mësuesi me nxënësit e tij, ose mes një drejtori dhe varësit e tij. Se sa herë kemi parë njerëz që kanë rënë në ndonjë gabim ose mëkat dhe kanë duruar edhe humbje të mëdha deri në shkatërim, për shkak se shejtani ka fryrë në vesh duke i bindur se nuk duhet të heqin dorë nga qëndrimi i tyre, edhe pse qartazi ka qenë i gabuar. Por mësuesi më i miri i gjithë njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka thënë qartë dhe haptazi: betohem në Allahun, se unë në dashtë Allahu, sa herë që bëj një betim, por pastaj shoh diçka më të mirë se ajo për të cilën u betova, e bëj atë që është më mirë dhe më pas e shlyej betimin tim. 5. A nuk ju tërheq fort, derisa t'ju dridhet thellësia e ndërgjegjes nga gjendja e atyre shpirtrave angjëllor, transparente të kulluar, që ecnin mbi tokë, sikur të fluturonin mes fenerëve të xhenetit. Me çfarë besimi të kulluar dhe bindje të sigurt, ishin pajisur zemrat e sharimve, që nuk gjenin në zemrat e tyre as më të voglën mërziti ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ai ishte zemëruar dhe madje u betua se nuk do t'u jepte asgjë. Përkundrazi, në zemrat e tyre gjeje vetëm dëmshuri të madhe për profetin dhe respekt maksimal për fjalët e tij, ndërsa po ktheheshin duke e qortuar veten e tyre se kishin harruar t'i kujtonin profetit betimin që kishte bërë në fillim, dhe nga frika se do mbanin përgjegjësi për këtë, u kthyen tek ai, i kërkuan falje dhe i kujtuan betimin që kishin bërë në fillim. Kjo është një panoramë mrekullueshme e pastërtisë së zemrës, rrezatimit shpirtëror dhe besimit të vërtetë tek misioni të dërguarit të Allahut. Ky ishte i dërguari që Allahu i Madhërisëm e përzgjodhi për përcjelljen e mesazhit të tij, dhe këta ishin ata që besuan bashkë me të, dhe që Allahu i lartësuar i kishte përzgjedhur të ishin shokët e tij. Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ata që janë me të janë të ashpër ndaj jo besimtarve e të mëshirshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe kënaqësinë e Allahut.
Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. 6. Ky qëndrim që ka ardhur nga pejgamberi ishte paraprir nga shumë qëndrime të tij ku shfaqej butësia, mbjellja e dashurisë dhe mbushja e zemrave me ndjenjat e përkujdesjes. Prandaj, kur ndodh një qëndrim i tillë, nuk shkakton tronditje, por merr për masat kufizuara dhe shpjegohet me dashamirësi. Ajo është njësoj si kur të tërheqësh një shumë fare të vogël në një llogari shumë e madhe ndjenjash emocionale.